Problemi për ujë, ju kemi thirrë para një jave, edhe ju shumë faleminderit që keni folë me drejtorin e ujit, në Hoxhamall jemi. Po, di për Hoxhamallën, po. Sefidin Laçi, edhe të përgjigja i drejtori unë ndëgjova mirë shumë, tha është mirë të i përmisu uji, është minimale, tha, redukimi minimale. Po nuk është minimale, po maksimale. Hala neve që tash nuk na ka ardhur uji, ka nisë me bën përboqëtër në 10 ora, deri në ora 7. 7:30 na skemi ujë deri në orën 10:30 në mëngjes. Wow. A është kjo normale? Prej që kemi hinë në Ramazan, nuk ka ujë, as syfyr, as niftar, as hiq, as për kur gjo skemi, vetëm mi pa kuzhinën tona, mi pa banjot tona që janë gërdit vjen. E ku është ajo minimale? Qysh është ajo minimale? Minimale duhet me thënë 2 orë munal. Hajde, prej 7 orit nuk kemi ujë, na kanë thënë nuk ka ujë, e që tash ka ra borë, ka ra shina gjithë kemi pas ujë, nuk ka vetëm neve disa lagje që të Suzi, Hoxhamalla dhe disa. Prej Hoxhamallës deri në Tërzimahall, ti e di Sharben që e i Prizrenit. Po. Sa 2 minuta jemi larg, atje kur nuk ju nalet ujë, e neve këtu që prej shtatorit, a është mirë kjo në rregull? Nuk është në rregull, fakt me thënë që është për shkak të minimale. Lartësisë. Nuk është minimale, maksimale. A është mirë gjithmës me pas natën ujë? A është mirë kjo? Në shekullin 21. Prizreni ka ujë, nuk di ka janë të e qu ujnë tonë, na kemi pas ujë. Neve nuk na intereson a qojnë në Bajram Curra, ka ujë Prizreni. Na nuk kemi ujë prej shtatorit e të kënej, nuk kemi ujë. Veç mos thotaj minimali jemi të përmisu. A di Sharben qysha përmisu kjo, vetëm na ka ardhë, ma heret ka ardhë në 5:30, tash po vjen në 6:30, po shkon, po du me thënë falë, po shkon në 7, po shkon në uji. Po nalet uji, qa japi do këtë minimale këtina, drejt që ati farë drejtori që foli. E kuptova mesazhin. Faleminderit shumë Zonjë, do të provoj të flas sërish me drejtorin e Shumë faleminderit për juve. Shka sa i përket thirrjeve tuaja, nuk do të mund të marrë më shumë telefonata, sepse duhet të tras zyrtarët gjithandej e Republikës.